Hej miqtë mi, shpresoj që po kaloni bukur, ashtu siç edhe unë në fakt mundohem të kaloj sa më bukur. Sot temperaturat janë shumë të larta, koha është shumë e mirë, dhe unë e di që ju preferoni dhe keni dalur me familjen tuaj të argëtoheni, por ajo që më së shumti ka disa ditë në fakt që kanë ngritur temperaturat në medjen roz është Egli. Egli dhe Sara Gjordeni e mbajnë medjen roz në një pikpyetje shumë të madhe. Do me thënë, të fshish sot nga Instagrami një personazh, të fshish nga Instagrami një miken tënde, do të thotë që ti ke prishur çdo raport me të. Prisja mbrëm në kanape që Egli të fliste pak për raportin e saj me Sarën, por fatkeqësisht nuk foli, do me thënë nuk është se tregoi gjë, nuk u pyet për këtë raport, ndoshta edhe nuk ka dashur, sepse vetë moderatori i këtij programi e tregoi që, do me thënë, ka patur një mini takim të vogël me Eglin para se ajo të futeshte në emision live, dhe ndoshta nuk ka dashur që të dhurojë të jep ekskluzivitete aty, apo ndoshta Sara ekskluzivitetet mund t'i jep në goca dhe gra, së shpejti. Tani, nuk e dim në qoftë se është një fshirje nga Instagrami për t'i dhënë një ndihmë Sarës që të jetë në qendër të vëmendjes dhe të komentohet, pasi që Sara e mbështeti shumë Eglin me afërsinë e saj që bëri në natën e finales së madhe, duke i dhënë atë mbështetjen njerëzore për çdo femër e cila lufton, guxon në jetë dhe i ndjekën ëndrat e saj. Apo është një marrëdhënie e krisur që ndoshta një shoqja e Sarës ka shkuar të bëjë një bashkëpunim tek SBS-i, aty ku Bardhi pati një të kaluar shumë të keqe, pati një të kaluar shumë të rëndë, do me thënë gjithçka ishte për Bardhin një nismë nga fillimi, por shumë e rëndë. Dhe janë dy pika që ne mund të dyshojmë dhe ne mund të hamendësojmë në fakt përse mund të jetë prish kjo marrëdhënie. Nuk e kam folur si temë, sepse shumë më pyesin përse Tiron nuk e ke folur të temën. Nuk e kam folur si temë, sepse kam preferuar që të kem fakte fikse për atë që unë të flas edhe për atë që unë të them, do të thënë mos ja fusim kot që vetëm të flasim, por sot preferova që ta komentoj pak si gjë, teksa po qëndroj këtu, do me thënë të jap atë mendimin dhe analizën time dhe të krijojmë një lloj debati bashk, përse do me thënë ajo ka vepruar në këtë mënyrë. Tani, që t'ja mbaj garazet Sara Bardhit, mua më duket pak e tepërt, që të lidhet kjo gjë me SBS-in, më duket shumë e tepërt si gjë, do me thënë. Thjesht mendoj që dy gocat mund të kenë një konflikt, mini konflikt mes tyre që ka arritur që të marrin një vendim kaq të rëndësishëm për të hequr njëra tjetrën nga Instagrami, më duhet ta them edhe një herë. Sot Instagrami është identitet personal. Ajo se çfarë do të presim në ditët në vazhdim është ndoshta një deklaratë e Sarës për të na treguar pse ka ndodhur. Por Egli nuk është se preferon, domethënë të flet për këto gjëra, zakonisht preferon që gjërat i lej në pikpyetje. Unë mendoj që nuk ka të bën fare me Bardhin, nuk ka të bën fare me SBS-in, sepse Egli dhe SBS-i nuk mund të marrin domethënë nuk mundet Egli tashi apo Sara të mbajnë natët e Bardhit, po mendoj që ka të bën me një zënk apo me një mërzitje që këto dy gocat kanë patur çuditërisht me njëra tjetrën. Ky është mendimi im për këtë gjën që ka ndodhur, por dua të marr edhe mendimin tuaj, përse ju mendoni se është shkatruar Egli edhe Sara.